Qysh me ndërtu një mentalitet fort? Unë jam Leoni edhe ky është veç sugjerimi jam. Një mentalitet i fort fillon me një vendim thjesht. Unë jam këtu për me u dorëzu. Nuk ke nevojë për ceremoni, falime motivuese apo ndaj soundtrack epik në sfond. Edhe pse nuk ish punë ide e keqe. Some people said they like it, some people said they don't like it, and I said, well, what color is your brigade? Ideja është me kuptu që truni yt është si një muskull. Sa më shumë e servit me sila të vogla çdo ditë, aq më i fort bëhet. Edhe nëse në fillim duket e vështirë, mos u mërzit. Edhe ata që duken pa thyshëm e kanë nis me gabime krejt zakonshme. Pjesa e mentalitetit fort është me mësu që mos me dramatizu çdo situatë. Bëj dallimin mes katastrofës edhe shqetësim i vogël. Tumbi të neti për 5 minuta? Jo, nuk është fundi i botës. Të shtove diçka, edhe ma mirë, materiali i ri për përmirësim. Kur shikon njëtën me këtë lloj qetësie, bëhet sa ai personi që ecën shqipa çadër edhe nuk kanë hiç. Për të paktën ti mundesh me marrë një çadër. Krijo zakone që të forcojnë, jo që ta thithën energjinë. Edhe 10 minuta punë në një qëllim çdo ditë në arritje. Mos e prit ditën perfekte, motivimin perfekt apo momentin kur yjet rreshtohen. Zakonet e vogla janë si sekret i suksesshëm që truni yt nuk e kupton menjëherë. Por pa pritur një ditë shohësh edhe shet që tu ka provu ai projekti që ke mënuar që sonte. Edhe më e rëndësishmja, një mentalitet i fortë ndërtohet me mënyrën se çu shohim në veten. Bëjnë shoku yt më i mirë, jo kritiku yt më i ashpër. Në vend që thu s'po më bëj, thuj s'po e bëj edhe pak. Po mësoj hala. Bënu i mirë me veten, se me veten rrin 24/7. Ski quick. Prandaj trajtoje veten si VIP. Kur ta kombinosh këto me humorin, durim edhe pak forcësi pozitive, besëm, truni yt ka më uçu pe xhumit çdo ditë si një kampion i vërtetë. Në fund ditës, rëndësi ka që po ecën përpara. Qoftë edhe me hapa të vogël. Shihemi herën tjetër.